Tani kjo është foto... Kjo është që sa po është rrëzuar busti, unë po vija me vrap nga qyteti studentë. Do ti se ka me momentin kur po rrëzoj? Jo, kur po rrëzoj, ka pa këtë moment. Po sepse unë po vija me vrap, sa thanë ke studentët, ku ishtë në grevë atje, do e rrëzojnë, do e hedhin. Dhe ti me vrap? Edhe ikëm një ashtu. Me qa shkove? Në motor? Jo, në këmë. S'kishtë atere mundësi televizje, se njerëzit rrugët plot, dhe kur vi unë ke sahati diku atje rrëzojt busti, vi afer, po ki parasysh që punonim edhe një aparat të madh ose blad, që nuk mund fotografoje vend e pa vend, edhe këtu kur e bëra këtë foton, më morën dy veta sipër, më mbajtën kështu, por kur je të kanë të ngarkuar nuk mund fotografosh. Tu nuk kapa në një shtyllë atje dhe arrita bëra këtë foton me fjalë, edhe është e vetme si më thënë në format madh që kam në periudhë në ashtu. Dhe pastaj kavo ishte në qafë. Po, kavo ishte në qafë, sa po kishin rënë, jo i binin me ja kanë. Çfarë i bën e ndan pastaj? I binin asaj kokës? I binin kokës, ja me shkopi, me diçka kështu i binin me. Dhe pastaj e mori Skoda derisa e ndoqën nga atje deri ke studentët. Diku ke pedagogjike, atë u shkëput koka me trupin, dhe kokën vetëm me çun ke studentët. Po trupin? Trupin ngeli, nuk e di se ku përfundoi pastaj. Po e çuan në qytet studenti kokën. Kokën e çuan në qytet studenti. Po kur u çua kokën në qytet studenti, si e pritën atje? Pastaj e pritën atje, u mbushaj shumë ajo kinoteatri, sa dikush po thoshte, u mbushën sepse mbaroi, si më thënë greva, u fillu njerëzit të ngjitën atje, ashtu. Do bjerë godina, po lëviste godina, kështu edhe zbritëm. Po unë mbushë taraca. Unë fotografova nga taraca, pastaj zbritëm të gjithë, dhe e kam të fotografuar kokën nga... E ke fotografuar? Kam shumë të bukur. Ajo është fotografi e bukur, sepse... Këtë plot? Turma, e gjithë turma këtu edhe... Foto tjetër? Bravo, shumë foto kujtimi bukur. Këtu tani jeni në maj. Po mirë, pse ke kapur këtë patkoj? Shtu patkojnë unë ngjita sipër atje, me vështirësi, se kisha dy aparate, dhe pastaj pas që për të zbritur ishte e vështirë, por atmosfera ose entuziazmi, ajo të bën, lanë të bën një qik edhe si ketër, si lepër, të ngjitësh, edhe kur e pash vete, nuk sa mirë ishe ngjitur, pastaj për zbritur ishte më e vështirë. Ishte vështirë, hë? Ishte vështirë, sepse me dy aparate, shqyqyrë më ndihmuan që mbajtën aparate që zbrita, dhe fotografova, si me patkojnë, si pa patkojnë. Shumë përshtypje, do në kjo skulpturë ti, ajo gati reale, patkoj? Jo, reale është fotografi atje. Jo, fotografi jo, skulptura, do në patkoj, qa realizimi. Skulptura nga skulpturat më të mija që kemi në të dise paskalit. Qa realizimi. Edhe në Itali, thoshin thundra e kur t'i vura një titullun, dhe disa thoshin për shumë që është edhe fat, ajo thundra, jep fat, disa thoshin patkoj jep fat, disa thoshin që e ka shtyr për këtë popull. Kishe 2-3 variante. Qartë, foto tjetër? Tani vim të... Tash është projekti i fundit që unë po përpiqem. Po, dhe ky është projekti, ti e ke në Boc këtu. Boc, është Boc. Ky është projekti që jetë duke bërë për Jusuf Vrioni. Për gjithë ata që nuk e din, Jusuf Vrioni është një nga përkthyesit më të mirë të letësisë shqiptare, dhe jo vetëm të letësisë, dhe përkthyesi zyrtar i Ismail Kaderes, i pari. Dhe bota e njohu Ismail Kaderen, bota perëndimore e njohu Ismail Kaderen përmes përkthimeve të Jusuf Vrionit. Albumi që ka shumë interesant. Por më interesant, këtu do doja, ja ke disa foto këtu. Kam fotografi, sepse kam qenë në Paris, kur atë t'i japin titullin francezët Legionin Derit. Isha në Paris në atë periudhë, edhe bashkë me ambasadorin, shkojmë, fotografojmë në senatin atje francez, ku japin titullin, dhe më mbeti këtë cikël shumë i mirë. Këtu është me Agin? Me bashortë? Jo, ajo është një artiste franceze, që ka ardhur dhe këtu. Nuk është bashortja kjo? Jo, është edhe Agi aty. Por ajo është një... Agi është kjo këtu, në të djathë? Po, ajo është një artiste franceze që solli dhe një film këtu. Tani ti e ke fotografuar këtu me shumë personalitete, por më shumë me Ismail Kaderen. Kemi foto tjetër? Qofse dhe ajo fotoja... Jo, për para kësa edhe njerë bek, të lutem, tani fotoja që më ka bërë shumë përshtypje, e para njerë me Kadaren, ke disa foto me Kadaren. Janë disa atje. Ke disa foto me Kadaren. Janë disa foto. Por fotoja që më ka bërë më shumë përshtypje këtu është me Mimoza Ahmetin. Tani, këtu Mimoza Ahmetin
regjia ju lutem, foto me Mozametin. Ja, kjo është foto me Mozametin. Ja, është kjo. Tani, Landi, këtu Mozametin e ke pa sandalle. Të prerë. Sepse, po ka shumë mundësi se libri është bocë, nuk është Nuk është përfunduar. Tani, ma shpjegojnë çik këtë foto. Ku janë isha këtu? me bursë në Paris dhe takohesha shpesh me këta. Dhe në këtë rast edhe me Këtu në Paris. Janë Paris, përballë Notre Dame-it. Po, Notre Dame, po. Vjen Moza, ishte edhe bashkë me Julietin atje, edhe me Jusufin, po kjo duke qenë pak e gjatë, i ejtë sandalet atje, edhe përqafon Jusufin, që dije që kishin misi të tyre. Jo misi, kishin më shumë se misi, pak të Moza kështu ka thënë. Moza mund të thotë unë si di gjëra. Ti si di, s'merresh me këto gjëra. Unë e fotografova këtu, bile se botova ka e gazeta ku unë... Tani, më fal tani, të tha Moza ty do iq sandal? Jo, po jo që Moza më si që është vetë, në fjallë, jo që i vetë, që të ditë me i gjatë. Mos dile me i gjatë se Jusufi? Po mirë, dhe Jusufi nuk ishe i shkurtër. Jo, normal, po kjo ishte pak si më, edhe... Dhe ju mbështet atje, të sufi. Dhe ti kape dhe sandalet. Mirë, është... Ajo e fotografit, bile se... Pa tjetër që kur e sandalit, duhet ta kapës dhe me atë pjesë. Po shumë e burë. E botova këtë në atë gazetën ku merja pjesë. Të cilë gazeti që ti? Te gazeta Aleanca. Aleanca, po. Fjallë 95, 96. Ishe Fevziu kryedaktor? Po. Fevziu, Preqik, ishin... Dhe ti u botua me gjithë sandalet? Po. Dhe atit pastaj se unë bëra dhe një tekst, paka shumë bëja dhe një tekst, për shumë kavalieri që e respekton gjithmonë femën, në gjora diçka të tillë, për shumë. Jusufi ti respekton dhe shumë femën, jo Absolutisht, absolutisht. Dhe i donte femrat shumë. Absolutisht. Te kjo ishte e veçanta që, dhe me thënë drejtën i ngeli pa katrit kjo, për tekstin, po sepse si shduket nuk i pëlqeu kjo. Si pëlqeu kjo që ti shkoj që i donte femrat? Edhe që ca pa nuk komunikonte. Kur befas në një takim kështu, në një mbrëmje që ishte kështu, më vjen aty afër edhe më thotë, Roland thotë, kush është ajo vajza me pellushkë që më shikon mua, dhe këtu pastaj u thye ai akulli që unë i propozoj pastaj për karrigen që e fotografoj. Do të thënë ai sa vjeç ishe kur e tha këtë? 95, 96. Ai do të ishte 80 vjeç? Ke 80. 80 vjeç dhe goja lëng. Jo, ishte, shiko, unë kam vënë tek ta fisnikët, se këta mund ta quajmë pa dyshimi, fjalë nga fisnikët e racës tonë, janë gjithmonë admirues edhe gjithmonë të së bukurës edhe të femrës, ishin